Qytetar që nga ka përcjellur janë bërë dëshmitar të abuzimit dhe shkeljes kushtetuese me qëllim dhe me vedije nga ana e Albin Kurtit dhe deputetëve të lëvizjes vetëvendosje të koalicionit që udhëheqaj. Nuk është situata e njëjtë si para aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. Nëse ka një qartësi aktgjykim, është e qartë që nuk mund ndryshohet rendi i ditës aq më pak në mënyrë arbitrare. Dhe insistimi i njëjtë sot, sikur në seancat e kaluara, i bie që për Albin Kurtin dhe vetëvendosjen as gjykata kushtetuese e as aktgjykimet e saj nuk kanë kurrfarë vlere. Ne do ta shqyrtojmë qysh sot mundësinë e dërgimit të një lande të re në gjykatën kushtetuese. Ndoshta mundet edhe vetë presidentja, ndoshta mundet i njëjti, si më thonë, grupi deputetëve që kanë dërgu edhe të kaluar. Pse jo, nëse kanë paqartësi, si që bën një pyetje, mundet me çu edhe vetë grupi vetëvendosjes, sepse për ata, për një me gjithçka është e paqartë. Unë jam i bindur që ne do të përfundojmë në gjykatë kushtetuese përsëri, sepse nëse deri në datën 26 korrik nuk përmbushet obligimi që na ka dhënë aktgjykimi i gjykatës për me konstituu kuvendin,